kandidatës së zotit Logo, por edhe se si po vijon aktualisht procesi i numërimit të votave të diasporës. Marsi, jemi sërish bashkë, çfarë po ndodh në Parkun Olimpik? Të përshëndes, Bledi, po vijon numërimi të paktën në dyqarqe në ato të Lezhës dhe ato të Tiranës për votat e diasporës, ndërkohë që tashmë përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike konfirmoi qëndrimin e kësaj force politike se nuk do të ndalet në pretendimet e saj për të kontestuar të gjitha votat të ardhura nga Greqia dhe pavarësisht se ka nisur numërimi në qarqet përkatëse për të votat të ardhura nga shteti helen, Partia Demokratike do të kontestojë çdo votë që sipas saj nuk shpreh vullnetin e zgjedhësve dhe do ta kontestojë dhe do ta verifikojë atë, do të kërkojë kontestim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve apo në organet e tjera pas KQZ-s, siç janë ai Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve dhe Kolegji Zgjedhor, duke konfirmuar kështu që Partia Demokratike nuk do të tërhiqet dhe nuk është tërhequr nga pretendimet e saj për një sër parregullësish për të gjitha votat e diasporës që vijnë nga Greqia. Unë do ju listoj edhe disa nga problematikat të paktën që pas së demokratike kanë ndodhur konkretisht dhe janë prova dhe fakte të pakundërshtueshme që cënojnë dhe sipas saj tregojnë një degradim të procesit të votës së diasporës konkretisht në Greqi. Sipas demokratëve, operatori postar të cilës Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja ka besuar procesin, pra kompanisë DHL, ka nënkontraktuar operator të tjerë lokal për ta kryer në këtë shërbim, ashtu sikurse nuk ka ndodhur në asnjë shtet tjetër, por ka ndodhur pikërisht në Greqi. Më pas të tjera fakte janë numri atë që thash edhe pak më herët, sasia e fletëve të votimit që kanë ardhur në një kohë të caktuar në javët e fundit, le të themi, të përfundimit të afatit për mbërritjen e zarfeve në Shqipëri, konkretisht pas datës 4 maj. Nga data 5 maj deri në datën 11 maj, nga Greqia kanë ardhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve plot 36.000 zarfe, ose thëndryshe rreth 6.000 zarfe në ditë, shka sipas Partisë Demokratike dhe opozitës hedhihet forta dyshimi që këto zarfe janë grumbulluar dhe kanë ardhur të plotësuara. Sipas saj, duke marrë parasysh që në një kohë të mëparshme, pra nga data 17 prill deri më datën 14 maj, të paktën këto janë pretendimet që vijnë nga kjo forcë politike, kanë ardhur 17.000 zarfe ose 1.000 zarfe në ditë. Sipas demokratëve, pikërisht në javët e fundit kemi pasur një shtim nga 1.000 zarfe në ditë që vinin në Parkun Olimpik për të numëruar, për të administruar fillimisht dhe më pas për të nisur procesi numërimit pas datës 11 maj kur mbyllej procesi votimit në Shqipëri, është shtuar me 5.000 numri i zarfeve që vinin në ditë nga Greqia dhe kjo sipas opozitës ka ardhur me ndërhyrjen e drejtuesit politik për diasporën të Partisë Socialiste, zotit Tauland Balla, i cili sipas tyre ka patronazhuar votën e emigrantëve në Greqi me ndërhyrje të drejtë për drejta në kompaninë DHL, por edhe në marrje në zotërim të votave të emigrantëve pa pasur nevojë të paraqitjes së një mjeti identifikimi nga ana e tyre, ashtu sikurse për hir të së vërtetës ishte parashikuar në kontratën e lidhur mes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kompanisë DHL që çdo zgjedhës për të marrë votën e tij do të duhej fillimisht të paraqiste një kartë identiteti për të paraqitur që ishte ai zgjedhësi të cilit i takonte zarfi me fletën e votimit. Dhe pikërisht kjo është kërkesa e demokratëve, që të verifikohet që ka ndodhur pikërisht kjo, që vetë zgjedhësi e ka marrë në dorëzim zarfin dhe është ai që e ka shprehur vullnetin dhe jo persona të tjerë, ashtu sikurse pretendohet persona të paautorizuar kanë marrë zarfe në emër të emigrantëve për të plotësuar ata dhe për t'i sjell mbrapsht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të numëruar. Pikërisht për gjithë këto vota dhe pretendimet do të kontestojë dhe do të kërkojë Partia Demokratike verifikime në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe në organet të tjera përkatëse. Ndërkohë kemi edhe një lajm të fundit, një njoftim të rëndësishëm të mbërritur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të gjithë numëruesit dhe po e lexoj, të gjithë numëruesit dhe komisionerët e Partisë Demokratike me porositë të sekretarit të përgjithshëm. Më fal, është një njoftim i ardhur nga Partia Demokratike ky ndjes. Një njoftim zyrtar qendrimi i Partisë Demokratike për votat e diasporës së Greqisë. Për të gjithë numëruesit dhe komisionerët e
Partisë Demokratike me porosi të sekretarit të përgjithshëm, çdo votë e ardhur nga Greqia do të kontestohet si nga numëruesit, ashtu edhe nga komisionerët tanë, duke kërkuar që të mos përfshihet në rezultatin e zgjedhjeve. Pak çaste më parë që çdo votë është kontestuar në mënyrë që të shohin edhe proceset më pasme, apo jo? Po, është edhe një porosi e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike zoti Flamur Noka, i cili ka mbërritur pak minuta më parë edhe në ambientet e Parkut Olimpik dhe e vjoi edhe më tej njoftimin që ai ka bërë konkretisht si numëruesit ashtu edhe komisionerët duhet të shënojnë në të gjitha proces verbalet tekstin si më poshtë. Ne kontestojmë të gjitha votat e ardhura nga shteti grek dhe kërkojmë mos përfshirjen e tyre në rezultatin përfundimtar për shkak se shpërndarja dhe marrja në dorëzim e tyre nga operatori postar nuk ka garantuar as minimumin e standardit të sigurisë së votës sa i përket marrjes dhe dorëzimit individual. Pra është një porosi e Partisë Demokratike drejtuar të gjithë komisionerëve të saj dhe grupeve të numërimit që të kërkojnë kontestimin e çdo vote dhe ta shënojnë këtë në proces verbalet përkatëse pasi sipas tyre nuk garantohet dhe nuk ka asnjë siguri që vota e emigrantëve shqiptar në Greqi ka qenë e tyre dhe vullneti nuk është tjetërsuar apo manipuluar siç ata hedhin